Sot jemi këtu me zonjën Fetije Urublica për të rrëfyer historinë e saj si pjesë e serisë të historive gojore që ne her pas here I realizojmë për arsye që edhe ne të ballafaqojmë me të kaluarën e gjithë popullata, por edhe brezat e rinj të mësojnë për atë që ka ndodhur me luftën në Kosovë. Ky projekt mbështetet nga Konfederata Zvicerane, Departamenti Federal për Punë të Jashtme dhe NED. Unë do të kisha dashur të prezantoja zonjën Feta, ajo ka qenë një infermiere gjatë luftës dhe ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe në fakt arsyeja sepse ne realizojmë këto biseda dhe këto histori gojore është që të mësojmë më shumë nga persona që kanë qenë protagonistë për arsye personale dhe profesionale, kanë qenë në rrethana të luftës, në rrethana të jashtëzakonshme dhe ja kanë dalë mban dhe arrin që me rrëfimet e tyre na frymëzojnë. Do të kisha dashur ta nisja me njëherë bisedën për mos marrë më shumë kohë, t'ju jap fjalën edhe fillimisht do kisha dashur t'ju pyes për fëmijërinë tuaj, ku keni lindur, si e keni marrë vendimin që të bëheni infermiera, ka qenë një dëshirë, që kur keni qenë fëmijë, apo ka ardhur më vonë? Po, faleminderit shumë pyetjeve me vend, mas pari kisha dashur t'i përshëndes këtë rini të bukur edhe të shëndosh, ju uroj shëndet, suksese, kënaqësi me I pas pranë. Edhe unë si gjithë shqiptarët në ato kushte kam lind, tash jam pensionere që 4 vjet, kam lind vitin 1956 dhe kam lind me një smundje, me një tmet të zemrës, edhe jam trajtu shumë shpesh në spitalin e Prishtinës. Po mas kohe u deshke me marrë një shërbim edhe jashtë Prishtine, atëherë si kemi qenë si një sistem në ish Jugosllavin, ato shërbime u deshke t'i marrë vetëm në Beograd. Kështu që 10 vite kaloj edhe gjithmonë kur isha në spital, shihsha sa u kujdeshin infermierët me mu, sa mirë komunikonin, sepse mënyra e komunikimit do me thonë shumë me pacientin, me fëmijët më shumë, kush është I smur, duhet me pas një qasje prej mjekut, që kanë thonë, nëse jetu buzëqish edhe fëmija nuk tutet me shku te mjeku. Edhe unë e parë se sa mirë u kujdeshin, edhe gjithmonë prindët e mi thoshin, na kishim pas qef edhe ti me shku në shkollë edhe ti me ofru kësi shërbime mu ba motër, atëherë ka qenë motër medicinale. Edhe me mbarimin e shkollës fillore 8 vjeçaren vendosa me shku në shkollën e mjekësisë, të shoh kushtet si janë për me apliku. U deshti nënshtrohem një provimit profesional si zakonisht, dhe që them drejtën nuk deshta me njoftu prindër, derisa ta marr një përgjigje, do të pranona jo. Kur e mora përgjigjen se isha pranu, atëherë njoftova prind, thash kështu ne do të bëna motër medicinale, kam e punu në spital, me të smut, me krejt kush ka nevojë. Normal që ju erdhë mirat e atyne dhe mbarova 4 vjet shkollën e mesme, masi mbarova shkollën e mesme, aplikova për punë në qendrën klinike universitare, në klinikën interne, ato janë smundje të brendshme. Edhe baba tha, unë do të përcjellej në punë, isha shumë e re. Tha, kur mriva te spitali, tha, qëri, bia jam, tha tash po me punu me të smut edhe duhesh, tha gjithmonë me pas një qëndrim të mirë, me kesh para pacientëve, me fjallurin e tij. Thash, po qysh me kesh nëse jo me lodhën, apo gjuma, diçka mërzitën. Lodhjen mërzin, tha, dush me lon këto, edhe me hy, tham, se ata kur të shohin ty, të ashtu në atë ftyrë, pak naqën e të mërzitën, mendojnë që ka ndodhë me ta smuhen më shumë. Edhe besoni ato fjalë babës, aq më erdhen mirë, edhe unë shpesh e thëmë, si mi pas mjellën tru, edhe sa e shkojsha para pacientëve gjithmonë t'u kesh,
me bëne jajgare dhe e shisha që po ndihen mirë ata ma të lirë me shprej, se kemi qenë përzim atëherë dhe ka pas shumë sërbë, shumë pak shqiptarë kemi qenë punëtorë shëndetësorë. E popullata jonë, u deshke, vishin në spital me i marë të shërbimet për smundjet ndryshme. Edhe kur na shishin neve shqiptarë që ofreshëm, rishëm afër shtratit tyne, folshëm me ta gjuhën tonë, ata unë ishin ma lirë, e shpreshin dhimbjen, ankesën, problemet. Kështu që ashtu fillova dhe normal fitova përvojat, punova 4 vjetë si infermiere në atë spital. Në oda rasti me shku atëherë, kërkojshin punëtorë shëndetësorë në Afrikë, në Libi. Edhe u paraqitëm, shkum edhe atje punom në 7 vjetë, edhe aty e patëm një përvojë shumë të mirë profesionale, sepse standardet e punës në mjekësi kanë qenë të menaxhuara nga Universiteti Mbretëror i Londrës. Edhe mjekët atëherë ekspertë së fushës shëndetësisë me të vërtet kanë qenë ekspertë fushës nivelit standardeve ma kompetente, edhe na normal na për atë përvojë pune fitum një uri të reja dhe kur u kthym i zbatojshim në klinikën tonë pranë pacientëve tonë me ekipet mjekësore. Edhe ka qenë një përvojë e mirë. Fatkeqësisht nuk zgjati shumë si krejt Kosovën na largun prej pune vitin 90. Une qati punojsha edhe po thojnë kanë ardho infermiere, treja, do motra medicinale për i Sërbisë, pse kanë ardhur ato motrat, po që me ju ndihmu juve se ju qysh, se me na ndihmu neve na. T'i ofrojmë shërbimet, terapin po i japim pacientëve, krejt çka kërkohet i ofrojshëm. Po jo duhet ata janë ma ekspert. Qysh ma ekspert? U mundu njëherë me bë një fshetësi që pse po vinë ata. A qëllimi i tyre kishte qenë ata me ardhë dhe neve me na largu. Edhe me besoni që shumë vështirë ka qenë, kur unë thësha nuk du me dalë për punë, se i kam pacientat, popullata jonë, nuk ju kuptojnë juve. Kur ma kanë pru vendimin, se duhet me dalë për punë, ai vendim, besoni, ka qenë vendim shablon, i thojmë ne, që të gjithve njëjtë, do me thonë, si une, si ju, kemi pas probleme në ofrim të shërbimeve. Aty mjek ofron tjera shërbime, infermierja, kështu që kishin pregadit ato në Beograd qysh ma heret që me na pru ato vendime dhe me na largu. E mora atë vendim, isha shtatzon me vajzën e vogël edhe një mërzita shumë. Me lëshu vendin e punës, i lash ata njerëz që i ofrojshëm shërbime, vishin për fshatra, nuk e dishin gjuhën mirë, edhe na mi lënë durët atyne, shumë ka qenë një gjendje pa përshkrume. Po, koha e bani të vetën edhe vazhdum. Po ajo periudhë që na largun prej pune, na si punëtor shëndetësor, profesionist, dhe me thonë, u deshke me ofru shërbime popullatës në kujshin, familje, kush kërkoj këse, krejt institucionet shëndetësore, spitalet, shtëpitë e shëndetit, ambulantat, ato veç u ndrun me profesionist për i Sërbisë që dishin. Edhe nuk pranojshin. Si arsye, jo nuk kemi librezat e shëndetësisë, e na u deshke popullatës me shkune për shtëpia, çfarë do kohë, kur na kanë thirrë, atëherë kemi pas telefonata fikse në për shtëpi, edhe me ato telefonata i mershin informatat, kush është profesionist, edhe u paraqitshëm familjen në mahall, kudo në për lagje për rreth. Kemi ofru shërbime që kanë pas nevojë, edhe ato shërbime kanë qenë me të vërtet shumë të mirë se ardhuna për popullatën tonë. Me kohën veç fillun edhe institucionet, organizata ndërkombëtare me kontribun në Kosovë, me institucionet private shëndetësore. Një prej institucioneve private e para që është hapë ka qenë instituti qendra humanitare Nën Tereza. Edhe aty edhe janë ofru, të më thonë edhe u hap edhe salla e lindjes, spitali i ginekologjisë, po edhe shërbime tjera. Edhe kush kish mundësi, u paraqit që në punojshëm me ndrime për me plotësu numrin e profesionistëve shëndetësor që mos me mbet popullata aty.
edhe ka pas lindje krejt, kështu që me atë kohë u shfaq një nevojë e punës në një qendër për mbrojtjen e nanës dhe fëmijët. Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve. Po me pretekst me mbrojt nanën edhe fëmijën e posalindun edhe fëmijët. Edhe u paraqita, po më thot ai Amerikani, tha, a ki përvojë, tha se dush me punu me fëmijë. Thash, po kam përvojën se i kam 3 fëmijë, që i kam rritë shnosh, të mjek nuk i kam qu asnjëherë fatmirësisht, i kam tash edhe 2, një pa një mes, edhe ata janë mirë me shëndet, se i kam qëllu edhe fëmijët e mi, se me kujdes për fëmijët edhe. Do me thonë, në atë qendër, veç na i murëm gjitha programi se çka me punu, e kishëm një vetur në dhenë. Edhe u desht me fillu me i marrë dhanat e nanave që kanë lindë në qendrën humanitare Nën Tereza. Aty i mershëm sa fëmijë kanë lindë, cila ka pas gjithë Kosovës kanë ardhur aty. Edhe i mershëm ato, shkojshëm drejt e shtëpia. Ka pas edhe në rrethin të Prishtinës, po ma shumë edhe në për fshatra. Disa fshatra më kujtohen Shala e Bajgorës, ka Mitrovica, Kërpimeka, Ana e Llapit, ato fshatra Bjeshk, na me Kerr, u deshte me lënë se nuk kalëshin, kanë ndodhur me Gomar, me Kali, kanë pru ato në 7 zona, deri në qendër poshtë, mandej në qendër ka ekzistu qendra humanitare, Nën Terezës, u themelun edhe në gjitha qytetet e Kosovës. Edhe i kanë sjell me autoambulancat atë qytet. Edhe thëshëm, çfarë mundimi për ato nana që kanë lindë derisa kanë ardhur prej atyne maleve, kanë bije krejt, edhe na shkojshëm i vizitojshëm. Për atëherë, në atë kohë që janë largu, të me thonë, prej pune, prej ambulantave, ata s'kan pas rast me kontaktu me një mjek apo me një infermiere. Edhe na shkojshëm aty, ulshëm, i mershëm danat, detyra jonë si projekt ka qenë me vizitu mas pari, me pyet nanën për qenë, për situatën e lindjes, o gjithanja ka fillu me dhanë gji, qysh për njihet poshtë një akret, edhe kemi shillu, kemi qëndru me orë tana, edhe pse ka qenë fshata na ka zonë tere, veç me stimulu nana që me majnë vetëm në gjithë fëmin, sepse nëse smuhët fëmija, ka nevoj, ka një barqitje, ka një temperatur, që s'ki mundësi kërkon me shku në një ambulant, në spital, me kërku ndihmë, e me marrë barna. Edhe na aty për aty kemi pasë të ndo fotografi që o desht në atë mënyrë na s'kemi pas mantilla uniforme shku me po shkojshëm në shtëpi, olshëm me nanën, edhe bisedojshëm për lindjen, mas lindjes, si po nihet, a ka nevojë për ndonjë ndihmë mjekësore, fëmia a ka nisë me thizë, qysh është gjendja shëndetësore, i ndërgjojshëm fëmijët, edhe ju jepshëm këshilla tanë kohën. Që për shembull ajo nanë e ka pas këtë lindjen, e ka pas lindjen e 4, edhe 3 tjeri ka pas. Edhe këta 3 fëmijë tjerë ka pas rast që kanë pas probleme shëndetësore, kanë pas barkëqitje, kanë pas vjellje, kanë pas temperatura, ajo s'ka pas mundësi me çka me shëru, edhe na ju tregojshëm, aty për aty kemi kërku në prezencën tonë me demonstru qysh me marru atë ujin për rehidrim. Se ata kanë qenë dehidrim, do me thonë kur t'i hup fëmiu langjet, rehidrim për me i kompenzu langjet që kanë përmes vjelljes, përmes barkëqitjes, të shta keni pas ju në njerë, në një barkëqitje keni pas për mundimi është farmaqisje. Edhe e mershëm edhe ne që këtu është uji ena, si me e përgadit nana vetë për mos me haru vetëm për fjallëve tona. Edhe kjo ka ndiku shumë se thoshen qëto informata, qësh me marru qëta uj për me pi fëmijët, mos me vjellë, mos me qitë barku, i kanë tregu edhe familjes në rrethin, në mahall, aty kush ka pas nevoj me fëmijët vogël. Dhe me thonë, këta fëmijë krejt janë rritë kështu me ato kushte në shtëpijake. Kemi shkuj, kemi vizitu fëmijët e posalindon, normal kemi qenë trajnum prej ekipeve të ekspertëve të Amerikës edhe Gjermanisë, projekti,
I ndëgjojshëm fëmijët nëse kish nevojë, i japshëm terapi, ajo ishte një ndihmës për familjen që mos me pa fëmijën të vujt, të vdekur. Sa fëmijë keni pasur në këtë qendje që kanë lindur, Po. me thënë gjatë periudhës që keni E punuar të vërtet, qendra? ky projekt në atë periudhë kohore, derisa nuk u keqsu situata në Kosovë, vazhdum 767 fëmijë i kemi vizitu. Prej 767 fëmijëve, besoni vetëm një fëmijë na ka dështu që i ka humb jetën, s'ka mujt me mbijetu, se ka lind edhe ai me probleme zemrës edhe nuk pat mundësi me qunë Beograd, atëherë me qunë Beograd, kush me shku. Kështu që nuk shpëtoj ai fëmijë. Këta tjerë, në fond kemi shku, i kemi vizitu edhe një herë, se deri në moshën 1 vjeçare. Besoni familjar, djehria, buri, kunatat, krejt thëshin që ta fëmina u kanë rritë shumë të shnosh, se na i thëshëm edhe antarët e familjes, me ndëgju çfarë këshilla me marë familja për me rritë atë fëmijë ma të shnosh. Se te na përpara ka qenë tash e kemi një liri, e shonë edhe vajzën tem që e rritë fëmijën që shdon vetë, me program. Atëherë, o desh me ndëgju vjera që shka thonë, vjera që shka thonë, buri qësh, kështu që na i jepshëm ato këshilla me ndëgju gjithë antarët e familjes, se kjo non ka lind, është e lodhën, duhet me përkushtu kësaj bebe, kësaj poshnje, edhe ata me të vërtet ju kanë përmbajt këshillave tona, i kanë kursy ato nana me fëmijë derisa janë rrit pak edhe ju kanë dhënë një liri të pushimit edhe të përkushtimit veç me foshnjën e vet. Kështu që po them prej aty në 700 kemi pas fatin që ata fëmijë që kanë lind në Terezi kemi përcjell në si ekip, kemi raportu gjithmonë në qendër, kemi ardhur, ka ndodhur, i kemi marrë ata fëmijë që kanë qenë pak më smut, se në qendër ka pas edhe mjekë për fëmijë mjek, edhe e kanë dëgju, i kemi trajtu, kanë pas rast jo kemi dhënë infuzione, sa me të i kaluat problem shëndetësor. Kështu që ka qenë një projekt shumë i mirë, shumë ndihmës për popullatën tonë. Dhe këtu po flasim për vitet 1996, 1997, që janë vitet, le të themi që i paraprin edhe luftës. Luftës, po. Në të vërtet, juve në vitin 1998 keni filluar punë të organizata ndërkombëtare IMC. Po. A mund na tregoni pak për eksperiencën gjatë asaj kohe, gjatë zonave ku shkonit, si kanë qenë përjetimet, ndihmën që u jepnit personave, popullatës? Pra, unë prej asaj qendre që punova 1 vjet, të drejtën pata një rast në familje dhe më desht me u tërhek prej asaj organizate, edhe me pushu pak një 3 muaj ditë, ma ndej veç kisha nevoj me, ndisha nevojën me shku prap popullatës me ndihmu me si profesioniste shëndetësore, në mënyrë humanitare, ku do që shkojmë. Edhe u punësova me një organizat tjetër, ajo ka qenë International OSIR, International Medical Corps, prej Los Angelesit, Amerikës, që kanë ardhur, ekip mjekësore shumë e mirë, me ekspert, të furnizu me krejt që ka pas nevojë popullata për shërbime shëndetësore, për terapi, edhe u punësova aty, mandej fillum me në lajmërëshë, normal kishim kontaktet me komunat përmes këtyne qendrave shëndetësore, qendrave të nënës Terez, shtabet, fillun veç shtabet e UÇK-s mu formu, komunikoj shumë me ta që ku ka nevojë popullata. Ata veç fillun me na lajmëru në këtë zonë ushtarake, ka ofenziv shumë tran, paramilitarët po vinë, po i gjujnë, po i largojnë njerëzit prej shtëpiave, kanë met në përmale, s'kan ndim pe i kërkujt edhe shkojshëm, që ato vende shkojshëm. Kemi pas edhe shumë pengesa prej paramilitarëve që na ndalshin, do post bloqet, jo se di sa ju informojnë për të ju veç me të vërtet duhet me ditë këtë situatë, këtë gjendje që ka përjetu popullata e në Kosovës, fatmirësisht ju jeni rritë mirë, me shëndet, po duhet me ditë çka ka ndodhur në Kosovë, çka ka përjetu popullata jonë.
ato nana, ata prind me ata fëmijë që disa i kanë rrit, disa i kanë humbë në situata ndryshme, janë vra, janë maltretu, janë masakru. Kështu që me të vërtet ajo ndihmë që shkojshëm na në për ato vende ku zhvillojshin ofenzivat më të rënda, ne ju japshim barna, kemi thonë edhe injekcione s'paku, ja kemi zbrit pak temperaturën, mos me marrë një ndezje të mushkënive, një ndezje truni që me met edhe ma keq ai fëmijë me prindin se s'ka pas mundësi me dërgu në spital. Një rast që kemi dërgu në spital ka qenë kur në një fshat afër Kaçanikut, Kotlin thonë tuni me arë sa ma shpejt se gjatë natës i kanë qitë prej shpive, kanë hy me tanke, edhe kanë zonu, kanë bo vrasje, duhet me shkum si ekip mjekësore edhe kur shkum me një shkollë, kishtë qenë shkolla e lirë, gjysa e rënume prej bombardimeve, gjysa një objekt që mujtë me u sistemu aty që ato pakot me barna që i kishe me material sanitar, me injekcione, fasha, krejt ato dhe shke me i marë. Edhe mërshëm edhe material pako për me ofru ndihmë nanave që kishin nevojë me fëmijë të vogël, një sapun, pelena, një veshje për fëmijë të vegjël, po edhe kanë ofru shumë ndihma, ndërkombëtar kanë pru edhe rroba që i mërshëm e veti mi shpënda. Edhe aty thojnë, dush me ardhë, thot, në një klasë, një shkollës tjetër, një nanë ka lindë para kohë fëmin, edhe s'po dim çka me bo. Edhe kom shkune, mora pakon me pelena, me gjithë materialin që tërë. Kur shkoj ajo nana e mirë, ka lindë para shtatzania, është mbahet deri 9 muaj. Do me thonë shtatzania normale, do t'i ketë 38 dhe 40 ja, apo, si thojmë në popullore, 9 muaj. Edhe ajo kish lindë muajin e 7, para kohë ka lindë. Fëmiu ka lindë i gjallë, por për momentin prej orës 5 mëngjezit që kanë 11 marsi, ka qenë ftoft, i kanë largu prej shpive, s'ka objekt dikon mu strehu, normal. E mandej mëngjes i kanë shtin qatë shkollë. Klasë edhe e marru në atë foshnja jo, e kish lidhë me këmishën e burët, e ka desh baba i fëmis, këmishën e vetë. Babgjyshi i fëmis e ka hekë qemperin, e kanë pështjellë qatë mi që mos me nirë me mbijetu, paka shumë me pështjellë mund dze fëmija. E mora unë ndore dhe e pregadita pelenat me lidhë, ajo nana u gëzu që do t'i shpëtan kë fëmi, mas i kemi shkuna. Edhe e kishin pas shkruptë, nëse shpëton, emrin do t'a ketë Liridona, ky fëmijë. Çka me boni, thom atyne, ky fëmijë nuk mund me mbjetu me e lanë këto. Po e dërgojmë në Prishtinë, në atë qendrën humanitare në Anteres. E morëm në normal ekipi, ndërkombëtar kanë qenë 2 ndërkombëtar, se u deshke të postbllogjet, ata u arsyetojshin pse po shkojnë te popullata, e rrezikume. Edhe na kontrollun me një postblog, thamë po shkojmë, situata është e tillë, i morë edhe 3 fëmijë tjerë, edhe e prum në Anteres. Në Anteres nuk ishin kushte për me mbajt në inkubator. Edhe thonë nuk kemi mundësi me mbajt këto, çoje në spital. Shkova në spital, e disha spitalin se kom punu që aty gjatë institucionet të qendrës klinikë universitare. Çka me dalë krejt sërbe. Edhe i thamë kështu, thamë, e kemi pru. Tha pse, tha me pru këtu të na, çka me bona? Thash, fëmijë, jeni institucion shëndetësor, jeni profesionist shëndetësor, shëndetësia është fush humane që duhet me ndihmu, pa marrë parasysh gjinin, fen, mosh, atë racën, kur do këtë kohë. Erni mjekë, thatë, e pranojmë edhe atë numrin identifikus të asaj fushnjës ma dhanë mumen. Edhe nëna vetë tha, ma e tha, ti tha se une s'kam tha s'muj me ardhë kur me lytë, dhe po ti vjen kur kiko me pa, apo e mbjetan fëmija. 11 mars u tensionu situata, e lam fëmi nanën e këzim në Kaçanik me ata fëmi tjerë, e lam edhe veç filloj
edhe ma tepër me u keqësu situata në Kosovë. Na si ekip mjekësore ishim pregadit që me shku në Maqedoni me prit refugjatët, se ka qenë para me paka shumë për UNHCR-it informatat ka na që populata do të shpërngullet edhe do të shpërndahen o në Shqipni, ka Kuksi, po edhe në Maqedoni, në kufi me Kosovë. Na murën ata, tha duhet me shku në Maqedoni, se kemi mi themelu kampet, me prit refugjat Kosovës. Thash, pse refugjat? Tha, po kanë më dëbu, tha, lufta po fillan me u keqësu. Edhe unë isëm si ekip, unë lypa me marrë këtë vajzën e vogël që kisha 7 vjeqare, edhe djalin 15 vjeqar, ma mundësun me marrë. Buri me të në shpise e kish prente vjetër, nanën me katetër, me sondë nazale, edhe u deshke dikush, a i si profesionisht shëndetësor edhe aj, tha ti vazhdo, tha, dush me këndimu deri tash këtu popullatës, edhe atje shko me i prit me dimu. Met normal mërzia që undam, po unë u largova për me punu prap profesionin tem human që e kisha atë mundësi, fatmirësisht, në fatkeqësi, kisha atë mundësi me qenë pranë popullatës mirë. Edhe shkumën në kamp në Stankovec, edhe aty derisa u formun, kemi prit refugjat në kampin, keni kalu kufinin e Maqedonisë? Keni kalu të gjithë? A ju ka tregu dikush në herë që ku kanë qëndru refugjat aty në atë platon, në atë poshtë, në atë fushën. Ajo ka qenë mjerim për popullatën ku kanë qëndru shi, laq, aty kanë lindë, aty kanë dek njerëz. Nuk ka pas mundësi me shku drejt për drejt si ka ndodhë ngjarja, smundja apo vdekja, me shku mi ofru ndihmën, edhe pse kemi qenë shumë organizata humanitare. Sepse popullata, sikur lumi, ashtu kanë qenë dendur. Nuk di, u deshke gjithmonë përkujtojshëm, lidhuni me njëri tjetrin. Nana, baba me fëmijët, lidhuni që mos më ka pas raste, janë hup, janë shpërndaj, për njëherë edhe naturën e madhe me qindra mija njerëz, nuk kanë gjithë fëmijën e vetë, derisa janë gjithë. Edhe mandi i sistemojshëm në për ato tendet, u bo edhe spitali luftarak për këta që refugjatët, edhe aty mande i shtrishëm, kush ish ma i smut prej kamp, prej asaj vlaqës, prej loqe kemi thirat vend Mallkum, i bishin në spital aty në kamp, edhe i trajtojshëm. Shumicën prej tyne i kemi dërgu jashtë vendeve, kanë pranu Amerika, Anglia, Gjermania, Turqia, gjitha shtetet e Evropës kanë pranu refugjat për me i siguru një komoditet, se ishin familjar, me ju dhanë një mundësi për me mbijetu prej kushteve edhe në kamp, nuk ka pas kushte. Nuk ka pas, po jo si kushte elementare vetëm atër. Kështu që edhe aty ka pas një përjetim shumë i rëndë për ata që janë largu, për ata që kanë lënë familjarë, ka pas rast që e kanë thonë, s'mujta me marë nanën se më kapën, më largun për aty, i ka met nana, i ka met fëmiu. Unë e di motra jem, tha, ta man e mora shishën me mush fëmis qumshën 7 mush, edhe pelenën, na kanë qitë, tha, as pelen, as shishë qërtu prej shpis, i kanë largu edhe stacion trenit, sa ma parë me shku. Më largu për ndryshe, ju vrasim gjithve, me njëherë nëse nuk hyni në rend me dalë me shku, më largu. Edhe kështu që po tham ajo kohë ka qenë shumë e vështirë, shumë prej popullatës tonë që jemi falenderus shumë, popullatës shqiptare në Maqedoni. I kanë strehu, ju kanë ofru komoditet, i kanë marrë si antartë familjes. Na për shembull që kemi një familje ku ka qëndru familja vllaznit e mi me fëmijë, na halon ndiqëm me ta. Nuk muj me haru, edhe fëmijëve tonë tash ju tregojmë sa kanë ndihmu ata për me u strehu, mos me dalë dikun jashtë, mos me hup jashtë, po me njëherë janë këthy
në qershor, me 25 qershor, veç u këthy në Prishtinë. Do të thonë se cili mendzi prit keme u këthy në Kosovë. Edhe ajo ka qenë një periudhë shumë e rëndë për popullatën tonë. Mandej me 11 qershor, veç paraprakisht na lajmërun ai drejtori i organizatës sa do të përgatitemi me material shëndetësor se po kthehemi në Kosovë. Tham, na mu këthy në Kosovë, u liru Kosova, tha, po lirohet Kosova veç përgatitni materialet. I moshëm disa sandoqe me barna, me ushqim, me krejt. Edhe me 11 qershor po presëm kur po na lajmërojnë. Ka mëngjezi, thanë mundeni mo nisë si konvoj, kemi thonë, me NATO. NATO veç ta kanë fillu artilleria NATO-s me hy, edhe na mbetëm në kufi, derisa ata hynën në Kosovë, me liru kamësorinë edhe ato. Ka qenë momenti pa përshkrum me hinë Kosovë, mas asaj situate, mas aty në përjetimeve popullatës tonë që kanë përjetu, derisa kanë ardhë, po dhe sa kanë qëndru, ata që kanë vazhdisht me dalë jashtë, ajo ka qenë një momenti pa përshkrum që kemi ofru asaj popullate ndihmë kur jemi kthy. Edhe kuptun që na ditën e parë kemi fjetën në rrugë. Kemi pas ato sleeping bag, thast gjumit, ushtarake. Na kanë siguru, në to hinëm, e kalum natën, po ishëm sigur të rrethum me to artillerinë e NATO-s. Edhe me ndej fillum veç në për fshatra me shku, me pa kush çka ka përjetu gjatë luftës, kush ka me të shnosh, kush ka nevojë, kush është i lëndum, ju ofrojshëm ndihmë edhe atyne në për fshatra. Doja të kthehesha vetëm pak në kohën kur keni punu me këto zona që shkonit 2 mjek, 1 infermiere. E mbaj mend që më keni tregu për një rast ku keni shku në një fshat që sapo kishte ndodhur një ngjarje e dhunshme. Edhe juve në atë moment keni thënë që kur shkonim në për këto zona, e harronim veten, e harronim kush jemi, e harronim a kemi familje. Vetëm doja të ndalem pak në këto përjetime edhe në marrëdhënien me familjen, me fëmijët tuaj, si e kanë përjetuar ato? Shumë e vërtet, jo si fëmijë me ju shku nana që tash dikon, keni me vetë ku po shkan, sa kime nejt, çka me bona. Edhe atëherë, po thëmë, fati që isha profesioniste shëndetësore dhe mu dha mundësia me punu, edhe kur zhvilloheshin ato ofenzivat, na lajmërun thanë, situata është shumë e rëndë, duhet me shku sa më herët në ato zonat luftara. Edhe besoni kur u qova, fëmijët në gjumë, i mora i përqafova fëmijën edhe dola. Thash ku me dita kthejna jo. Edhe pse shumë shpesh, po ndërhyj, shumë shpesh që të isha fëmijëve. Ju këtu në Prishtinë jeni shumë mirë. Në atë kuptimin ma mirë se në zonat ku nuk kanë ditë kush ka ikë në për kaquba, në për male, qysh është situata ka i kanë shtyp largu prej shtëpiave. Edhe i përqafova fëmijën, thash burrit, na po shkojmë, shumë është rrezik, po ti je këtu me rëndësi, fëmijët janë sigurt në shtëpi. Edhe besoni kur kemi shku, i kemi pa popullatën ashtu, të lëndum, jashtë shtëpive, me djepa, me të largum, harova kush jam. S'disha kush jam, s'viken shpreh me mendu, mas nej ato më kanë kujtu ato raste, ato momente, që kam fëmijë, apo kam familje, apo dikon se. Kur isha aty, i harrojshë gjitha veç më përkushtu sa ma shumë e qenë afër asaj popullate të zonume, të maltretume, të plagosën, të vram, e o desh me majtë antarin e familjes vram aty, e me qëndru pranë tyne, ajo ka qenë e papërshkrume edhe përjetimet që kanë pas popullata jonë, na që kemi kalu në për ato kona që jemi mundu me ato kushte mundësi me ndihmu, sa e dhimbshme, po ata që e kanë përjetu, edhe ma ndejt në të ke vajza, ma mirë që ke shku me ndihmu, që ti je kthy praptena, po ka fëmijë aty që ju kanë ndek nanat edhe që ju kanë kthy nanat, babat, antarët e familjës të gjithë. Edhe ajo periudhë e kohës ka qenë
e papërshkrume, prandaj nuk duhet ju me harru, po ju jepet mundësia që t'ju ftojnë t'ju japin këto informata prej neve pak a shumë sa na që kemi kalu, edhe duhet edhe Ministria e Arsimit në të ardhmen këtë histori duhet ta keni ju në plan programet e juja, në kurikulat e juja, që mos të harrohet historia e Kosovës, përjetimet e popullatës Kosovës, që falë atyne përjetimeve, fatkeqësisht, sot e gëzojmë lirinë si shoqërore, si sociale e ekonomike. Në fakt, neve këtu si hapësirë dhe si organizatë i Fondi për Drejtë Humanitar e Kosovë është një nga misionet tona që edhe brezi i ri të mësoj për të kaluarën, të mësoj edhe si të ballafaqohet me të kaluarën, përderisa kjo informat nuk vjen në një mënyrë pak më të uniformuar edhe më nëpërmjet kurikulave dhe zyrtarizohet dhe institucionalizohet. E në lidhje me këtë, duke u kthyer te historia juaj, mbasi jeni kthyer në Kosovë, ju e keni punuar, po në drejtimin e shëndetësisë. Na tregoni pak për eksperiencën me Ministrinë e Shëndetësisë dhe si keni formuluar ato programet edhe për të ndihmuar më tej popullatës. Faleminderit. Mbasi u kthyem në Kosovë, na prap thash, fillum me shku në për ato fshatra, me pa gjendjen shëndetësore, me pa institucionet shëndetësore, sa janë trenume. Ka pas deri në zero, nuk që i kanë me qëllim, i kanë shkatru, mos me pas ku me shku popullata me marrë një shërbim shëndetësor, një trajtim mjekësor. Edhe mbasi e pam në një vëzhgim të situatës, raportojshëm në organizatën botërore të shëndetësisë për gjendjen e popullatës edhe të institucioneve, fillon me u ndërtu institucionet, më thonë ambulantat në vendet rurale, në regione krejt. Edhe u themelu dhe Ministria e Shëndetësisë në institucionet e kombeve të bashkume, u dha rasti u pranova në Ministri të Shëndetësisë si udhëheqëse e infermierisë të Kosovës, e aty mandej në takimet që u zhvillojshin edhe me ekspert ndërkombëtar se si të hartojmë programe rregullore, strategji, edhe qëllimi i parë ka qenë edhe trajnime për profesionistë shëndetësor, po edhe për ata që kanë kryer shkollën e mesme në për shtëpia, që s'kanë pas kushte laboratorike me eksploru një trajtim për shembull, si jepet injekcione, flas për shëndetësinë, si matet tensioni. Edhe na kemi organizu programe, kemi hartu plan programe për fillim trajnime të gjithë profesionistëve shëndetësor. Edhe ata prioritet kanë pas ata që veç hynën në për institucione shëndetësore, si me pas qasjen me popullatën, mandej hartum strategjit, një prej strategjive të para për shëndetësi ka qenë si prioritet mbrojtja e shëndetit në anës dhe fëmijët, mandej shëndeti mendor sepse lufta ka lënë pasoja shumë në njerëz fatkeqësisht po vrejnë edhe tash raste të rënda që njerëzit nuk kanë pas mundësinë është atje shpreh dikujt në vete i kanë bajt edhe përjetojnë trauma post luftës, trauma psiqike, shëndeti mendor është duhet me ditë pak a shumë i rëndum Kosovë krejt këto pasojat të asaj lufte që ka ndodhur, maltretime, dhunime, arma më e fuqishme, më e papërshkrume e Serbisë ka qenë dhunimi, që me lënë pasoja shpirtënore të popullata jonë që ajo nuk harrohet. Prandaj kemi mbajt trajnime se si me punu me atë popullat, si me dhënë sa më shumë këshilla që te i kalojnë pak a shumë atë situatë. Mu harru nuk bën, kur mu harru, as nuk falen ato, po gjithmonë duhet me pas parasysh se popullata jonë ka vujt, edhe ju rinia të hecnin drejt hapave, të si vendet e zhvillume, t'jeni ma të kujdesshëm në komunikim, me familjar, me zveti, me komunikimin me pas shumë
mirë me qenë më të afër njëri tjetrit, me ndihmu, me përkrah. Kështu që unë ju kisha lutë juve veç me qenë shumë mirësjelljen me përdor shumë ndaj njëri tjetrit edhe familjarëve edhe kudo që veproni. Shumë faleminderit zonja Feta, edhe shumë faleminderit që e cekët këtë temë, sepse tema e traumës edhe përjetimeve të pas luftës nuk ju përket vetëm atyre që janë viktima apo janë të mbjetuar, ju përket të gjithë popullatës, sepse në mënyrë indirekte ajo edhe përçohet në brezat e ardhshëm, edhe juve për shembull që jeni akoma shumë të rinj, ndoshta nuk e kuptoni disa sjellja apo disa mënyra se si gjërat janë të ndërtuara, pa ajo vjen nga një e kaluar që ndoshta nuk e kemi akoma njohurinë. Për këtë arsye edhe po bashkohem edhe unë me juve në thirrjen për të mësuar edhe për të mos harruar se çfarë ka ndodhur. Unë e kisha hapur për ndonjë pyetje, nëse keni, për zonjën Feta, nëse jeni kurioz për diçka, si ka funksionuar në atë kohë shëndetësia, si kanë qenë ndoshta më specifike. Faleminderit shumë për rrëfimin. Normalisht që gjitha kategoritë në luftë janë ashtu të ndjeshme edhe secila e ka përjetimin e saj, po më intereson pak prej aspektit ju keni pa shumë gjana në luftë, të cilat edhe për moshën atër, pa marrë parasysh sa vjeçar është njeriu kur shet gjana të tilla traumatike gjithmonë i kthehen në një periudhë ose tjetër. Po më intereson pak çaj përjetimi jot ndoshta mbas luftës ose kur i keni pa gjithë ato, pra po them kategorinë më të ndjeshme nanat me fëmijët në atë gjendje, qysh e ki përballu ose qysh janë ata mekanizma që ti ki përdor ndoshta për me ti kalu se situatë. Vërtet, faleminderit për pyetjen. Thash mas lufte kur u kthym me këtë ekipën e Amerikës, hartum programe si me bashkëpunu me atë popullat, me ato nana, me fëmijë, që të japim këshilla që ta menaxhojnë atë stres, atë dhunë që kanë përjetu. Edhe gjithmonë bajshëm klasa. Kështu, u mbledhshin gjithë lagja e një fshatit, apo edhe krejt fshati, u mbledhshin edhe secila e shprehke atë përjetimin e vetë, edhe jemi mundu për me ja spjegu, me i tregu që ka kalu, po tash duhet me mbjetu, duhet me ofru me familje, duhet sa ma pak që është e pamundën me harru ato. Unë sot kur të shkoj në për ato zona, ku finin se arta kaloj, unë nuk me marrë me mend, pa më shku mendja aty dhe pa i përjetu ato qaste që kanë kalu qytetarë tonë, popullatën. Kështu që jemi mundu me i këshillu ato nanat, popullat, me menaxhu atë përjetim, mënyrat se si me menaxhu, kemi dërgu material me lexu, broshurat të ndryshme, dikush në familje me lexu, me za, me kuptu, paka shumë kemi marrë mandej, kemi sesionet ndryshme, psikoterapeutike, që ata me te kalu paka shumë atë përjetim që kanë pas, dhe gjithmonë mandej edhe në institucione u hartun edhe rregullore, programet që çdo institucion shëndetësor me ofru terapi, psikoterapi popullatës që kanë përjetuar, sidomos ato vendet rurale. Kështu që kemi Pa edhe juve vetë, është edhe përjetimi juaj personal, sepse dhe ajo është një traumë sekundare. Shumë ajo nuk harrohet kur, shumë shpesh, jo që i kemi edhe në material paka shumë, po përjetimet që kemi pas, apo kur e shon ndonjë prej atyne njerëzve, takomi, nuk din si me u ballafaqu, thot faleminderit, na keni ndihmu shumë, na keni pru këto bana, na keni bu. Edhe mundohemi me i bashkëbisedu, se nuk ban me harru, po me thonë që tash falë Zotit, falë atyne konave që kanë humb jetë njerëz tonë, të parë tonë, ata që kanë luftu trije, krejt, e kemi fitu këtë drejt me jetu në liri, po liri që
me qenë sa ma afër njëri tjetër. Mirëqenia me ekzistu shumë me mbizotnu mirëqenia e jonë ndaj njëri tjetër. Mos me urry, mos me urrejt, sepse thojnë edhe ignoranca është ma shumë ma e keqe se arroganca. Kështu që duhet me nalë vetëm pak edhe që thojnë gjithmonë 1 deri 1, 2, 3 dhe mos e shpreh ato çka dënë jashtë prej njënit, nëse keni mlef apo diçka po. Sepse shëndeti mendor është i rëndum fatkeqësisht edhe duhet punojmë gjithë në të drejtën. Jam Marian Draj, cila është ngjarja më e rëndë që juve ju ka ndodhur? Faleminderit. Shumë ngjarje, po ngjarja më e rëndë që kemi përjetu kur e kemi në shalë Bajgorës, e kemi pa një djalë 3, lëndum, e këshin këput kamën, edhe na gjithë u mundum me ofru ndihmë me ato kushte. Edhe njek i shtabit UÇK-s në shalë Bajgorës ka qenë ish kryeministri i parë, doktor Bayram Rexhepi. Ai ka qenë njek shumë i mirë që ka ofru ndihmë me materialin që ja dërgojshëm na, material sanitar për operime, për plagë, për krejt. Ai djali i ri me të na kqyr neve, na u desht më kthyn, se s'mujshëm ku me nejt aty se i kishim kerret tona. Edhe sa i shishin ata, artilleria sërbe kerret tona, ata i sulmojshin popullatën edhe ma shumë. Edhe u desht me lonë edhe mandej tanë kohën kemi mendu, ambijetoj derisa morëm informata, ambijetoj Arbënori me atë kam që ja kishin këput pej Minahet, se tu gjyt ku ka qëllu ai e ka pa qatë lëndim tran. Po fatmë kam dëgju, mas ne jam interesu, edhe unë edhe kolegët e mirë gjithë ekipet, që kam bijetu, me gjithë është një knaqësi, edhe me qatë plagë, edhe me qatë lëndim të kamës, që se ka pas ma kamën, po kam bijetu, edhe është një fitore e madhe për popullin tonë që ai kam bijetu dhe me përshkru situatat, me tregu popullatës si ka deri të ato ngjarjet, çfarë maltretime, si ju ka këput kamën atë luftë. Kjo ka qenë një prej shumë ngjarjeve, po që djali i ri me lënë në atë gjendje edhe na mu kthy në shtëpia tona me hynë rahat e ai me met në atë gjendje aty. Shumë ngjarje prej tyne. Faleminderit për pyetjen e zemrës. Unë jam Reja Rexhepi. Pyetja ime është se qysh ja ke lehtësu ti fëmijëve tu atë stresin ose ankthin që ka ardhur me luftë? Faleminderit. Unë parzit edhe i tregova Blertës, një letër ma kishin shkru fëmija mas lufte. Janë falenderu që qysh sa herë më kanë prit kur jam shku në për zona luftarake, kjo e madhja ka ditë bashkë me babën e vetë, ku jam, që i kanë pa lajmet që ajo zonë është shumë e tensionume, po bombardojnë shumë. Besoni një rast që kom marrë një material sanitar, farsha, injekcione, mi ju qu ty në kolegeve të mija se i njefshëm na, gjitha infermiere profesionistë na kanë largu, edhe deshta mu strehu di qysh prej mrapa mi adhon atë material, e kanë gjujt një minahez, sa që u dredha ajo, tha, edhe ai shefi po më thot ke mujt me humb jetën që atë. Thash po na është, thash unë e deshta mi dhon material me ata me pas, si me te i kalu natën e ditën për mi thonë ndim. Edhe fëmijëve tanë kontu i thonë, ju jeni mirë këtu, une fati që i kom pas atë mundësi me shku me ju ndimu atyne. Vajza e vogël besoni hala është me trauma, sepse ka përjetu, e kom marrë një 2 herë s'kisha kujt m'ja lon, edhe kur na nalqin pos bloqet, ajo e përjetoj ke shumë keq, sa që kur kemi shku mas lufte në Shqipni, me në nalin policia dhe ajo më një nisi, polici, tha, kur folja i shqiptar, sa mirë po fol kë Shqip, s'na pisketa, s'na ngucin, thash jo, s'na ngucin, këta janë tonë.
fëmijëve të mi, familjarëve të mi, ju kom spjegu, ju kom tregu që për jetimet e tyne, po një prej rasteve kjo vajza e me vogël kujtohet në mandej ma si punu, u themelun institucionet, u kryun, atëherë kishëm mundësi na dërgojshin edhe neve si ekspert për Licencim. për licencim, po edhe për hartim të ligjit, legjislacioneve, dhe shkeme shku me u trajnu jashtë vendit. Edhe kisha një studim 3 mujor në Amerikë, edhe i kanë thonë, asaj qikës të në vogël i ka pas atër, veç 8 vjetë i bane, që shkime përjetu tash pa nanën, edhe i kishtë thonë babës vetë, po 3 muj vjen, mami këthejet prapë, e qa me bua ta fëmi që në ka thonë, mami kanë vdek nana, e si kanë maj, që ata jënë rritë me tjerë fëmi, kështë që kur ja kom pas spjegu edhe studentave atje në Amerikën, gjatë legjeratës, u habetën, thanë që sa mirë që ka mendu, edhe si fëmi i ka përjetu dhimbjen aty në fëmive që i kanë humbë nanat e prindët e motrat e i kanë vetëm jetima kush ka mri me i rritë ata fëmi. Faleminderit për pyetjen. Sonja Feta, unë doja të falenderoj edhe një herë përsemërsisht. Vërtet rrëfimi ishte shumë i ndjerë edhe gjitha këto përjetime janë shumë të rëndësishme, sidomos edhe për brezat e ri, për të mësuar, po edhe për gjithë tjerët, për gjithë popullsinë për ta kujtuar. Faleminderit për ftesën. Unë ju uroj shëndet, suksese në mësime, ju lësi nipat e mi jeni jo, se i kam nipin edhe 17 vjeç, edhe 19 vjeç, edhe ma të vogël, kështu që gjithmonë thëmë me mësu, me përparu, vetëm përmes edukimit, përmes leximit, muni me i te i kalu edhe shtetet tjera, edhe me qenë popull i fort, popull që i ka rezistuar sa lufte, e kemi fëmin tonë tash që mendojnë për një tarme më të mirë të Kosovës. Shëndet e suksese në zime.